Përshëndetje nga kuzhina në i rejet, sot kam vendosur me përgadit speca që i kemi hazër gjithmonë në frigorifer për iftar, sidomos që tybe nuk shkon në iftari, unë për veti personalisht jam ajo nonna e specave që ditë e natë me hangur speca nuk ngërditen. Bash taman shqiptare. Në tigan i kemi qitë specat e qerora, i kum pjek mas pare në furën të psi. I kum pjek në 250 gradë. Në basi i kum pjek, i kum shti pra një qeset në ilonit, edhe i kum lon një gjësore që është me o zbut, mandej pa uj, pra pa uj, sepse kur t'i qesim uj, me qeru specat aty krejt vitaminat i hupin, nuk e kanë atë shijen mo, kështu që i leni gjësore në qese, me o zbut, mandej qerani pa uj hiq. I kum qeru, edhe me mojat gishtave ja kum qitë kripen. Në umën tjetër magdanoz të grirë, 5 thelbi hudhër edhe vaj ulliri. Për këtë longën e ftoft që shkon për iftar, pra me pitalka, me bukë të nxehta, bashkë që të knoq, na nevojiten, 400 gram me shmand. 4 speca i kum ngri, po ashtu kështu me fara, i kum ngri 2 të kuqe, 2 të verdha, 1 lugë të mesme me krip, 1 lugë të mesme fara të djegsa që janë që i përdani pra kur hani që bopa, edhe kos pak hopla ose shlagram ose shlagzane. Tashti tek tigoni, bismillah, marrim edhe qesim vaj ulliri. Në të dy ont i ka verdisim speca pra në vaj ulliri. Këtë enën e qelqit e marrim tashti 1 lugë të mesme me krip, këtë lëng e kemi gjithmonë pra për iftar që të knoq. 1 lugë të mesme me fara djegsa, edhe pse nuk bëhet ky long i djegshëm. Mandej i marrim 4 speca që i kemi ngri me fara kështu në pëlqenu. Kos ose blin ose qemzani vet, ç'është ti qëllon. E qesim edhe 400 gram me shmand. Ja kemi si pra kusën, nuk o konë krejt kusja e mbush në kas, dikun 600-700 gram me kas, sepse kjo kusja në kasa 1 kilogram. Tashti marrë shlagram ose shlagzane ose ojk, edhe e qesim. Edhe e përzina. Nëse ju duket pak krip, mundeni një ashtu edhe pak. E përzina lamun. Edhe si shpas këllem me kogoqe, nxehta, me pitalka, me bukë nxehta, veç në që ta me hamë bukën, kryet i ftori edhe bashkë knoq. E leni pashtë për të mbyllën për atët enën e qelqit, e mbulojna me kapak edhe lojna në frigorifer. Ky qëndron pra deri sa të hargjani nuk prishet, as nuk tarbet, veç ka bëhet një. Tashti i rrotullojna edhe specat me alën tjetër. Kemi rrotullu specat, ta që marrim magdanozin, ose edhe ja qekim për li. Kjo lloj specave që është ndryshe qyshin përshi e me një hershme në Kosovë. Gjithmonë i kemi përgadit edhe i përgadit edhe këto. Një natë po, një natë jo. Edhe i kam mandej në frigorifer hazër. Edhe ju motra nëse keni të shkruar në papir për iftar, po ashtu i shërbeni pra 2 pjata të mbushura plot me specën me tavolinën edhe ja u garantoj se ne shqiptarë, sa që nuk përnis nga të veti, kur t'ullim tavolinë me shumë i hajnë ashtë speca që ka unë aqit që t'uajnë zhërë. Tash i morim specat, edhe i qëtni ose me një
Enë shqipët, kështu, ose kavanal, ka bëmi. E rëndit specat. Një pogosë në vek, parë bjash, speca, edhe u kry salë. I kemi qëtë specat, tash këtë vojnë e ullirit, ja qesin për mi edhe hudrat edhe magdanosin, pra që mbet në tigane. Edhe longun, për ndryshe, ne e qujme në gjymë, jo ka Prishtina, ga unë tjera të Kosovës, lëngë, pra, e quajnë, si do që ti thoni, provone edhe bindën e vetë. Pra, e mbulojnë ata shti këtë inën e qilqit me kapak, edhe e lojna në frigorifer. Specat janë gati, kështu që ju lumshin duart e ju befshin mirë edhe gjitha me tregu në komente ku janë ato që nuk mujnë me hangur kur gjo pas speca së jone. Bash e di se një 90% jemi shqiptarëve që gjithë na kona specat, ose longun, kështu që pakica besoj që janë që nuk i hajnë, ose hiq krejt 100%. Neve në befshin mirë e juve po ashtu motat të dashura, Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, që them, miru pofshim.